Pensionistët do të marrin shpërblim në dhjetor njësoj si në fundvitin e kaluar, të ndarë në 2 grupe. Gjithë ata pensionistë, të cilët kanë një pension deri në 20.000 lek apo 200.000 lek të vjetra, do të përfitojnë një shpërblim prej 15.000 lekësh apo 150.000 lek të vjetra. Pensionistët të cilët kanë një pension mujor mbi 20.000 lek apo mbi 200.000 lek të vjetra, do të përfitojnë një bonus prej 10.000 lekësh të reja apo 100.000 lek të vjetra. Gjatë mbledhjes së Komisionit të Ekonomisë ku diskutua akti normativ për ndryshimin e buxhetit 2025, Ministri Petrit Malaj la të hapur mundësinë që në fundvit të përfitojnë shpërblime dhe shtresa të tjera në nevojë. Vlen për të theksuar që në fund të vitit të kaluar, kjo kategori e cila nuk ishte pjesë e skemës së sigurimeve shoqërore, ka marrur një bonus në fund të vitit, duke bërë edhe vlerësimin e ecurisë së ekonomisë deri në atë moment. Edhe për këtë vit do të veprohet në të njëjtën formë, ku do të shohim nëse ecuria ekonomike do të jetë sipas parashikimeve që ne kemi deri në fund të muajit dhjetor, atëherë bazuar edhe në kursimet që do të kemi me një akt normativ, do të vlerësojmë nëse edhe kjo kategori do të përfitojë një bonus në fund të këtij viti. I pyetur për kompensimin e ish të përndjekurve politik, Malaj tha se janë ende në pritje rreth 10.000 dosje. Ministri pranoi se ky proces ka vonesa dhe problematika, duke shtuar se do të propozohen ndryshime ligjore për të përshpejtuar procedurat.